Mirëmbrëma, dhe mundojmë të më konqisë se Niko. Lista e propozimeve të qarkut Shkodër, I cili ka 11 deputet dhe ka 4 propozime në listën e mbyllur dhe 11 të tjera në listën e hapur, sigurisht është përgatitur duke pas parasysh platformën e deputetit që duam, propozimet që kanë ardhur nga partia, një shpërndarje gjeografike, një shpërndarje profesionale, një shpërndarje të gjitha moshave. E para në listë është Mariana Koçeku. Mariana ka qenë pjesë e platformës deputetit që duam, është një vajzë, është një krijuese dhe menaxhuese një prej agroturizmave të famshëm dhe të njohura në vend. Është një shembull fantastik I që një vajzë e re me forcat e veta të ndërtojë një biznes, të ndërtojë një promovim, të ndërtojë një emër, njihet me emrin Neom Malsoria, I cila e ka promovuar Shqipërinë, zonat tona, për brenda vendit do thoja dhe jashtë vendit. Ka mbaruar për studimet politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe është kënaqësi për mua ta kem pjesë të ekipit. Onid Beleri. Onidi është një profesionist I përkushtuar me eksperiencë në fushën e inxhinierisë, është inxhinier, ka bashkëpunuar në 2 vjet e fundit shumë me mua në rolin e kryetarit të bashkisë në Shkodër, e njoh prej kohësh për arsye se ka qenë dhe një nga inxhinierët që ka realizuar shumë projekte me donatorët të infrastrukturës në të gjithë vendin dhe sigurisht dhe në veri më shumë. Gjenis Qela ka studiuar në marrëdhëniet për ndërkombëtare dhe në shkencat politike, aktualisht është menaxhere në sektorin e turizmit dhe të medjave dhe ka një përvojë, do të thoja unë, të mirë në fushën e bashkëpunimit ndërkombëtar në këto 2 sektorë. I 4 në listën e mbyllur të Shkodrës është Bujar Rexha. Bujari përfaqëson komunitetin e Malësisë Madhe, do të thoja brenda vendit dhe jashtë vendit. Bujari ka ka jetuar në një kohë të gjatë në jashtë Shqipërisë, ka një eksperiencë në fushën e ndërtimit dhe në fushën e sigurisë. Njëkohësisht është një përfaqësues I cili ka ardhur dhe ka shprehur dëshirën për të rikthyer dhe për të kontribuar në vend dhe në Malësitë Madhe. Lista e hapur me rendin alfabetik është si më poshtë. Edona Bilali, të cilën së pari do doja ta falenderoja si një mbështetëse dhe një njeri shumë I angazhuar gjatë gjithë kohës dhe si ministre dhe si deputete në të gjitha sfidat e Shkodrës, në të gjitha sfidat e transformimit të Shkodrës, kam shumë kënaqësi dhe për mua që të jetë bashkëpunëtare dhe është bashkëpunëtare e denjë në këto sfida që kemi. Ervin Doda është përfaqësues I zonës së Fusharzit, ka mbaruar studimet për drejtësi dhe ka pasur eksperienca të shumta me Partinë Socialiste. Është një nga aktivistët më të shuar në zonën e Fusharzit, por njëkohësisht edhe shumë aktiv dhe njohës I problematikave të zonës. Holta Duda është mjeke me një reputacion shumë pozitiv në një përvojë shumë të gjerë në sistemin shëndetësor në Shkodër, drejtuese dhe lektore në universitet dhe për shkencat mjekësore. Frok Gjini, të cilin po ashtu do doja ta falenderoja për angazhimin që ka pasur si deputet I Partisë Socialiste në zgjidhjen e shumë problemeve të zonës, të cilat I njeh shumë mirë në zonën e Vaudejës, Bukësht, Fusharzit, dhe si njeri me një eksperiencë 20 vjeçare në sektorin publik, besoj se do ta shfrytëzoj shumë mirë atë në interesat e komunitetit të zonës. Besmir Lezha aktualisht është një drejtues në një nga sektorët më të rëndësishëm të infrastrukturës në Shkodër, ato të ujësjellcave. Është një njeri që ka dëshmuar një përgjegjësi të lartë në përmbushjen e nevojave dhe zgjidhjen e problematikave në këtë sektor. Njeri që ka ndetë afër në gjithë nevojat, problematikat, investimet që janë dashur të realizojë gjatë kësaj periudhe në gjithë qarkun e Shkodrës. Marian Ndërshtiqaj është jurist me eksperiencë në sektorin publik, kryesisht në atë të transportit rrugor. Është njeri I kudo ndodhur në funksionet të shërbimit të banorit që nga rrethinat e deri në Vermosh e deri në Dukajgjin. Një tjetër
tjetër që na vjen nga kandidati që na vjen nga platforma e deputetëve që duam është Vera Ndresa, e cila është shumë e spikatur në fushën akademike jashtë vendit dhe është e gatshme për të kontribuar në Shqipëri me gjithë ekspertizën e saj në fushën e administrimit publik dhe njëkohësim të mësimdhënies. Kesi Spahiu është një mjeke, pjesëmarrëse e Akademisë Politike të PS-s, drejtuese organizatave rinore për qarkun e Shkodrës, një re aktive me ide dhe energji për të promovuar interesat e rinjës. Enertit Cani vjen nga një familje tradicionalisht e majt, me influencë në zonën e majtësisë madhe, është jurist me eksperiencë dhe është shumë i spikatur në disa angazhime në sektorin publik. Shkëlqim Sterkaj vjen nga një komunitet i djathtë, dihet që unë jam, me se kam marrë thesërën e Partisë Socialiste, jam gjithmonë në disë majtës të djathës, sepse jam i pasgruar me punën, me ndoj puna nuk është as e djathtë as e majtë, por është sigurisht një përfaqësues i komunitetit që ka një përbërje të rëndësishme në sektorin publik dhe në atë privat. Adnan Shullani është jurist, administrator dhe përfaqësues i njësie administrative të Anës Malit, njëri i përkushtuar, njëri i njohës e problematikave dhe të nën Shkodrës, është njohës i mirë i tyre dhe i mbrojtjes së vlerave dhe të nevojës së zonës. Kjo është lista e Shkodrës me përfaqësues e saj, cilët mendoj kanë një shpërndarje dhe diversifikim, siç e thash, profesional edhe gjeografik dhe të grup moshave. Besoj se është një ekip i duhur, me energjinë e duhur, me idetë e duhura për të bërë transformimin e Shkodrës. Gjithë së bashku. Faleminderit.